Situata në zonën e Baksërjoll në Velipoj vijon të mbetet i tensionuar pas vendosjes së rrethimeve me tela me gjemba në sipërfaqe toke që banorët vendas pretendojnë se janë pronë e tyre. Prej muajsh banorët e zonës kanë dalë në protesta duke kundërshtuar atë që e cilësuan si zaptim të tokave dhe tjetërsim të dokumenteve të pronësisë. Sipas tyre, ish zyrtari i kadastrës të Shkodrës ka ndryshuar të dhënat e pronësisë duke përfituar sipërfaqe të mëdha toke, të cilat më pas janë shitur një investitori për ndërtimin e një resorti turistik në Bregdet. Çështja po ndiqet nga prokuroria e Shkodrës, por pavarësisht hetimeve, projekti nuk është ndalur. Kjo situatë ka sjellë përplasje të përsëritura mes banorëve, përfaqësuesve të kompanisë ndërtuese dhe policisë private që ruanin territorin. Në disa raste situata ka degeneruar edhe në konfrontime fizike, duke sjellë procedime penale ndaj disa banorëve. Banorët e konsiderojnë vendosjen e rrethimeve me tela me gjëmba si simbol të padrejtësisë dhe humbjes së pronës. Në reagimin e tyre publik, banorët shprehen se çështja nuk lidhet vetëm me pronën, por edhe me dinjitetin e tyre, duke cilësuar situatën si një konflikt të hapur mes komunitetit dhe interesave të zhvillimit privat. Pas protestave në Velipoj, një pjesë e banorëve ka zhvendosur tubimin e tyre edhe në Tiranë, ku janë bashkuar në protesta masive dhe po vijon prej disa ditësh në kryeqytet.